Ditë ku do të ndaleshin pak të inteligjenca artificiale. Tani që është kthyer konkurrent e dim për filmin, për televizionin, për muzikën, për shkollën, për gjithçka tjetër. Për librin. Po ti i trëmbesh inteligjencës artificiale apo do ta përdorësh si partner ndoshta në rrugtimin tënd? Nuk kam pse. Nuk është si tremëm asnjë lloj gjoje në jetë, as inteligjenca artificiale, as ndonjë formë tjetër. Thash, nëse do vi një moment që unë nuk do kem mundësi të bëj më ç'a po bëj tani, punë e madhe, kjo është jetë. Po kjo është jeta në fundit, kjo është jeta. Jo gjithmonë do jemi on top. Sa ka tregu historia që kanë qenë maj dhe pastaj kanë filluar duke zbrit me radhë shkallët nga maj piramidës e poshtë, kupton. Dhe kjo është, ne po flasim aktualisht, po shijojmë çka kemi mundësi me shiju për momentin. Unë s'duhet mendoj për të ardhmen se do vi. Ndoshta ne s'kemi mundësi mu zgju nesër mëngjes, kupton. Pse me lodh veten tash, jo inteligjenca artificiale, jo. Po se skenarët janë të frikshëm, jo pas 10 vitesh, pastaj u shkurtua koha, jo pastaj fillon skenare të rinj. Po punë e madhe po hëm. Ta lëm pak inteligjencën artificiale dhe të shkojmë te inteligjenca natyrale e Zebërvokit. O Marius, ti domethënë kur ke në plan që të martohesh edhe të bësh fëmijë edhe se me sa kuptoj unë ti je një natyrë që do ta doje shumë familjen edhe fëmijët. Apo ja kam gabim se? Jo, patjetër. Nuk është se ke gabim, por unë nuk është se kam besuar në herë të formalitetet që për të pas dikën jetën tënde duhet patjetër të bësh fejes, martesa këtë gjë. Se i rash më gjallë, ke njëri në jetën tënde për këtë apo burr për këtë, jam duke se ke dëgjuar atë. Nuk e ke dëgjuar atë se ti pas ka shumë të bukur, po e gjitha e bukur. Deri më shkurt të burr, kupton? Besonte familje, po ke njëri as ke njëri. Po. Edhe shqyr zotit ajo është pak a shumë në mision të ngjashëm me mua sepse është në fushën e mjekësisë, sa kupton jemi. Sa bukur. Edhe jemi të dy gjithmonë kontribut për vendin tonë dhe për popullin tonë. Më vjen shumë mirë për ju. Jashtëzakonshme. Besoj se nuk është personazh publik apo ja. Jo, nuk ajo s'ka rrjete sociale fare sepse por besoj ndryshe nga dhe ti nuk je xheloz që ajo s'ka rrjete sociale. Pra nuk shpreh xhelozisë tënde. Unë me thënë të drejtën, edhe po të kishte rrjete sociale, nuk do e promovoja kurrë në rrjetet e mia sociale. Jam shumë sakrificë e madhe të nxjerrësh jetën personale dhe ta privatësisë time. Unë s'kam nxjerr as nënën time, kupton, as partner, as një. Domethënë mund të kem nxjerr në herë mbesën le të themi, por që pjesa tjetër jo nuk do t'i bëj gjërat e mia, sepse ekziston dhe pjesa e jo mësyshi, jo zilia. Janë këto që thash shumë. Pastaj për më tepër njerëzit duhet të njohin ty si artist dhe si profesionist. Dhe unë jam fan se le të themi që do të promovoj familjen time apo ku dëgjoj. Unë bile sa të kur isha në reality show, ja lash amanet shtëpisë, është mos më vini. Mos më vini. Sepse ka diçka, nuk kam tash kur që të shpreh dhe të prezantoj anët e mia dot. I kam marrë gjithmonë të fortifikuar ato dobësitë mia si individ, i kam marrë gjithmonë të fortifikuar. Dhe normalisht s'do t'ja jap luksin. S'do t'ja jap luksin askujt që të më shohë ato pikat e mia dobta dhe ndoshta nesër pas nesër mund të më përdori sepse jetojmë në një habitat me shumë gabiçar apo me shumë le të themi. Kështu që mirë është të ruash gjërat që do. Është një formë le të themi parandalimi. Kjo është e gjitha. Po vetëm pas 10 vitesh e ke menduar ndonjëherë? Jo. Se e folëm, e tham që ti qëndron tek e tashmja, po unë prap insistoj tek e ardhmja. Kush do jetë Mariusi në 10 vitet e ardhshme? Se sa projeksione besoj ke bërë. Me shpresë Zotit tash unë do jem po ky që jam. Ndoshta mund të ketë ndryshuar numri i projekteve, por prap unë do jem ky që jam. E kupton? Por shoh që këtu në Shqipëri të jetë qenurit modest, qenurit me kom tok merret herë dhe shpesh, jo herë, po merret shpesh si dobësi. Kupton, njerëzit nuk të shohin më atë rëndësinë që ti je për tu parë, kupton? Prandaj i mban vetullat e ngrysur. Jo, ma ajo kanë ngel pjesën e mikës time, po puna është edhe kur shesh vetullat sërish të ngrysura. Në Shqipëri, nëse ti nuk i jep pak rëndësi fasadës, të tjerët nuk të konsiderojnë. Kjo është problemi. Jo të tjerë, jo të gjithë, po ka, domethënë, pjesën këto që e marrin veten për lart, për shembull, të shohin gjithmonë si më poshtë tyre. Unë nuk më intereson shumë, po që gjithsesi për muhabet e thash. Po për muhabet jemi edhe ne pse. Çfarë do doje ti të ndryshoje përmes artit tënd, diçka në shoqërinë shqiptare që mendon që nuk shkon. Ktu ka shumë gjëra që nuk shkojnë në burr, po një gjë. Kam dash shumë që le të themi të jap rëndësinë e duhur pjesës së familjes. Po shoh ditës që familjet po shkatërrohen. Shumë divorce. Dhe tash unë i kam të prekur nga afër çdo ditë.
për shkak të punës që bëj. Edhe ka divorce për shembull që nuk dihet motivi pse. Mbase janë martuar pa menduar gjatë. Ka pikërisht dhe atë po thoya, mos edhe mesazhet që duhet përcjell, mos merrni kurrë hapa aq të rëndësishëm për jetën tuaj pa qenë të sigurt në partnerin apo partneren që doni të keni në krah, sepse nuk ju kanë taksirat fëmijët juaj nesër pas nesër që të bëhen viktima të proceseve tuaja divorceve apo tekave tuaja, sepse shikoj unë njoha dikë tjetër për shtatë me dikë tjetër. Mendoj që njeriu ka luksin të zgjedhë dhe të bëjë me jetën e tij çfarë të dojë deri në momentin pa ardh në jetë krijesa të shtrejta si fëmijët. Kaq. E drejt. Kjo është shumë vërtet dhe kjo është. E duhura dhe urojmë dhe shpresojmë të shkojnë në veshin e duhur edhe të vendosen në praktikë. Gjithmonë mesazhet ndërgjegjësuese në Shqipëri kanë prirë për të ngjetur në ajër, por shpresojmë që sado pak ta le të themi ta praktikojnë të pjesën e këtij mesazhi kaq konkret. Do ishte mirë. Ti mendon që zgjedhja duhet bërë me mend apo me zemër? Po, unë mendoj që duhet të jenë në kompromis mendja me zemrën, sepse normalisht zemra mund të dashurojë dikë që nuk ka çfarë të ofrojë, mund të jetë një tip që është i varur nga veset. Ne po shohim shumë njerëz që janë të frikshëm në mënyrë se sa të varur nga veset janë, qoftë nga substanca psikotrope, lëndë narkotike, qoftë nga veset bixozi, alkooli, më the tash, pa pritje se këto vese nesër pas nesër do të bëhen sebeb që të shkatrojnë familjen ty, e kupton? Pavarësisht se sa i bukur mund të jetë dikush apo se sa i aftë, apo se sa potencial mund të ketë dikush në momentin që ti e njeh. Po njeriu duhet të jetë larg pamës. Në këtë rast njeriu duhet të jetë me vërtet larg pamës. E kupton që të shofi, ore prit, çfarë më ofron ky? Ore le të jetë fukara, s'është problem. Le të jetë i pamundësishëm, e kupton, mos të ketë mundësi, më the tash. Por puna është mos të ketë vese. Ose të paktën në fund ditës të ketë atë zemrën e madhe, zemrën e mirë apo dëshirën e mirë për të bërë mirë, kaq. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Edhe me theks grek i pasur. Pasur edhe file. I pasur edhe file. Se është edhe mirë të imitime. Do vim dhe të imitimet. Një sekond. Që ta mbylli me këtë gjë, me këto muhabetet e rënda. Jo, janë muhabete fiks për shiun sot, për kohën. Kështu që na shkojnë i përshtatën për matin. Ishte për syzet ajo. Thuaj. Ama harrova pyetje. Nuk e harrova pyetjen Viola, po më lira hat, lutem. Ideja ishte që kemi parë raste të miturish që përfshihen në veprime të dhunshme deri në marrje jete dhe kjo është shumë e rëndë. Unë doja të ta bëja këtë si pyetje ty, duke qenë se je pjesë e policisë së shtetit, pavarësisht se për momentin jo, po them. Po. Si e shef këtë gjë, përballjen me këto raste? Ishte ajo që sapo thash unë. Me 14 vjeçar që kanë marrë jetë njerëzish, por është e rëndë shumë. Është to dihen potërisht, sepse janë ekspozuar nëpërmjet mediave. Po ka shumë të tjera që. Po sa janë që nuk janë të ekspozuar. Edhe unë e quaj këtë pjesë, le të themi, një faktor kryesor që mund të ndikojë, le të themi, në mos degenerimin e këtyre adoleshentëve është familja. Shoh një mungesë të theksuar kontrollit të prindit ndaj fëmijëve. Ore pyeti fëmin më këpo rrin, ku po shkon, si është me mësimet. Do të shoh prindër që s'kan qenë, nuk dihet kur ka qenë hera fundit që kanë qenë mbledhje me prindër në shkolla. Edhe normalisht fëmia duke gjetë lirinë absolute është, le të themi, pa mburoj përpara, le të themi, sulmeve që do të sjellë shoqëria. Dhe normalisht do ka dy zgjidhje, pastaj do përshtatet me pjesën ndërmuese të shoqërisë, e kupton. Dhe kjo është, mendoj që deri në një moshë caktuar, deri në mosha 15, 16, 17, mendoj që prindi nëse do punoj me fëmijën e vet ose nëse do i rri afër fëmijës vet, ka mundësinë që ta marrë nën kontroll. Pastaj patjetër që duke u rrit edhe nuk të pyeta, kupton, por që mendoj që ka një far roli edhe i përkujdesi prindit ndaj fëmijës që mos lejojë që këto raste denigrojnë ngjarje të tilla të paprecedenta, kupton. Edhe shpresoj shumë që kjo është me shpresu kot si i thon, sepse te koha po tregon kundërtën që sa bin edhe shtohen të tilla raste, po shpresoj të gjetë një formë e duhur ndërgjegjësuese për këto të mitur, për këto adoleshentë që se është problem me i fut në burg
burg, se këta I fut në burg amator të dalin profesionist. Po nuk është puna në burg. Mendojnë që duhet ndryshuar ligji. S'është puna në burg sepse ato pastaj një person në moment që konsumon një vepër caktuar penale, ai I bëhet rrug, pastaj I bëhet komplet normale, kupton, dhe nuk besoj unë tek pjesa e reflektimit, jo 5 vjet burg të ri, po 10 vjet burg prapa ai do në momentin e parë që do I përplaset diçka në fytyrë apo në sprovën e parë që do I sjellë jeta, do e lejoj veten të kthehet në origjinë, kupton. Jo, e di çfarë më bën përshtypje Marius, sepse kam dëgjuar shpesh thënë nga të mitur kjo, unë jam shumë koshciente për çfarë po ndodh me adoleshentët shqiptar pa dashur të jem paragjykuese. Po kam dëgjuar këtë komentin, ama se s'na bëjnë gjë se ne jemi minorencë, na kap ligji. Ore, ekziston një mungesë e theksuar respekti dhe le të themi frikën thojsa, jo se duhet pas frikë, sepse normalisht punojës policisë nuk janë për të pas frikë, po janë për të parë si shëmbëltyrë e mirë ndihmëse e kontributi për shoqërinë. Por ka një mungesë të theksuar respekti. Flas për moshat ka 13, 14 vjeç, 15 vjeç, nuk I intereson shumë a është punojës policie tjetri apo thret drejtoresha e shkollës apo thret drejtori I shkollës apo kanë neglizhencë totale nga te këto lloj rastesh, e kupton. Edhe thash, duke qenë se shoqëria, teknologjia po avancojnë, po zhvillohen me ritme shpejta, këto gjona janë të frikshme për të parandaluar dhe për të parashikuar, për të shkuar që e vetme gjë që ne mund ta qetësojmë atë ndërgjegjën tonë është që si prind mund të japim kontribut apo mund të jemi më afër fëmijëve deri në moshë caktuar, që normalisht tash po kaloj moshën e pastaj është zgjedhje nëse vijon më tej. Sa shumë kujdes duhet bërë me fëmijët. Sa shumë kujdes duhet bërë. Dhe me që jemi do doja patjetër ta konsumoja këtë pyetje me ty, sepse unë di që ti je admirues edhe përdorues I rregull ti. Konsumoja një bono tani. Me çfarë do? Ja aty që të kapi dorë aty. Urdhëro tani. Është momenti. Shumë faleminderit Marius. Është gjithmonë I uritur, vjen vetëm rrit që të haj bono. Dhe kur jeni të uritur, një bono ju a heq urin. Atë bof mirë. Faleminderit. Boft mirë, ego. Di që je fiksuar pas motorit. I fiksuar, mbase fjala e duhur për të përdorur në Unë e quaj motorin ves, nuk e quaj pas. Okej, ja, bëj ishim tek veset. Po. E ke edhe ti një ves. E kam edhe një ves. Unë nuk e di kur ka nisur për ty, po di që ka shumë adoleshent që e bën duket ai çuni fort kur I hipën motorin. Nuk është puna se dukesh I fort, shikoj, sa është koncepti I gabuar në lidhje me përdorimin e motorit, e kupton? Motori ka një lloj adrenaline që nuk e gjen dot në asnjë lloj gjëje tjetër. Për shembull, unë e konsideroj të ngjashme me adrenalinën që më japin armët. Sepse jam tipi I tillë, domethënë që kam këto lloj preferencash apo këto lloj pasionesh në jetën time, e kupton? Edhe janë adrenalina që ti nuk I gjen dot në asnjë formë tjetër çdo lloj gjëje të bësh, e kupton? Edhe por forma se si e shohin motorin është e gabuar, e kupton, se nuk mund të hipësh motor ti pa menduar gjatë, e kupton, sepse ke një nën, ke një partnere, ke një motër, ke një vlla, ke një bab që të pret në shtëpi, e kupton. Dhe sa herë të hipësh motor duhet më marr parasysh të gjona, mos më abuzo me gazin, sa më shumë ti hapësh aq më shumë ikën ai. Ngopet ndonjëherë motori me gaz. Nuk thot ndal ai asnjëherë. Edhe faktikisht unë e kam nisur me motor që në kohën kur shiça rrush me arga në pazar, me papash. Edhe ti pas ke shit rrush me arga. Unë shisja dinxife. Po ti e go? Unë shisja fiq. Jo, po ç'është si kryetar bashkëti. Bas, nuk meci. Edhe që po thuaj se kam ja 15 vite, jo 15 vite, jam sa 13 vite që nuk I nda motorit. Edhe me kujdes gjithmonë. Po, normalisht unë kam qenë vetë prezent, jo, kam qenë vetë I përfshirë në aksidente rrugore me motor, për fatin tim mirë pa pasojë fatale, jo për fajin tim, vlen për të theksuar kjo, jo për fajin tim, po që janë gjona që ndodhin, a kupton, janë aksidente që ndodhin dhe në fund ditës ti nuk I kërkon dot llogari dikujt sepse bona, sepse askush nuk do të bëjë aksident. Por e vetmja gjë që mund bëjmë ne për aksidentet më shmang është me qenë vigjilent gjatë gjithë kohës. Problemi më I madh, telefoni. Mos e thasë në nxorë armë. Ja. Edhe rasti që unë u përshiva në një aksident, ishte personi drejtuesi I mjetit ishte në telefon, unë isha në rrugën time, për ekran pa. Nuk ka ndodhur. Në motor s'ke si ta nxjerrësh telefon. Jo, në motor, në makinë. Flas për drejtuesit e automjetit. Në motor dy gjona ka të mira motori që nuk lën të marrësh telefon, të përdorësh telefon, e para dhe e dyta është që nuk zën kurrë gjumi sado që të jesh I lagur. Po. Ose adrenalina pastaj.
Edhe kështu. Po ti fol edhe për pasionin tënd për armët. Po. Prandaj e bëra edhe unë atë batutën, jo se u trëmba, se jam është ironike sepse edhe prindërit e mi dhe afërmit e mi më thonë si ka mundësi që ti ta dush kaq shumë diçka që dikur ka për pak desh të mori jetën. Po s'ka lidhje. Si shpjegohet? Po sa i nuk e përdor mbi të gjitha për. Mënyra është, gjithë kemi trun, po varet si e përdorim, a kupton? Gjithë kemi dur, po varet si i përdorim, a kupton? Kjo është dallimi midis asaj. Me që jemi këtu, do doja patjetër ta kujtoja këtë situatë, mbas edhe se mund të shërbej për një serim për publikun. U bë virale keq fare, mori lajmi dhe Zebervoki nxjerr armën djemve dhe vajzave të një emisioni të caktuar. E si ka qenë ajo situata realisht? Ishte prank apo ja? Ishte prank ku përfshiheshin të dy palët apo ishte prank, jo, nëse do ishte për të përfshirë të dy palët nuk do bëja kurrë sepse normalisht i bie të rrezikoj edhe punën time, kështu që do të desha ta rrezikoj absolutisht për asnjë lloj forme. Edhe nëse do ishte prank nga të dy palët nuk do kisha përdor atë lloj periudhës, do kisha përdor tash që po nxjerr filmin, a kupton se do ishte vëmendja on top, a kupton. Nëse do doja ta përdori për isha vetë ndjenit asaj, a kupton, kështu që ishte një prank që shpresoj të ketë shërbyer si ndërgjegjësuese për publikun, që çdo gjë të bëhet me karar, mos me provoku njeriu deri në ato limite saqë mund të jenë veprimet e tij pastaj fatale apo të pakorrigjueshme më për të tjerët. Kështu që nëse ishte situatë jo e këndshme për mua, po që fatmirësisht pa pasojë. Po besoj gjërat pastaj u sqaruan. Jo, ishte pak agitimi i momentit aty që normalisht kisha. Çdo njeri do reagonte. Edhe pastaj normalisht ato siç kam unë për shembull te pjesën profilin tim të bërit filma, ato kanë profilin e vet dhe u urojnë shumë suksese, kupton? Por pse ti jeni pak më të kujdesshëm me pjesën e prankeve nuk i bën keq, kupton? Besoj. Që Shqipëria është habitat i vështirë, le të themi, për të qenë të hapur ndaj tyre lloj provokimeve apo prankeve që bëhen lart e poshtë. Unë për vete kam pas veti den me bë prank sot e sa vite përpara. Po s'ma ka marrë bytha, më thon fali për shprehje. Jo, e vërtetë është. Kupton, sepse has me lloj individe që kanë probleme të tjera. Nuk e pret reagimin si të vjen, kupton. Ti shef që të borit që shtypen në rrugë, kupton, ça hapet drita e shile, pap, gjëra parë dora ke boria, kupton. Njerëzit kanë kërkesat e veta, të thash çfarë më hyn këtyre sporteve. Ka dashur ta bësh me personazhe publike, besoj, me. Jo, unë s'kam pas në fokus le të themi konkret, po thjesht e kam pas ide që të bëja disa pranke si ishin to videot që bëheshin nga të huaj e mbetash, po që do ishin që janë shumë të suksesshme, por edhe ndoshta edhe shumë të rrezikshme, që thash s'po e bëj fare.